I forti i lagjes më abuzoi për 7 vite. Rrëfimi tronditës si Elton Tozajt. Nëna ime më shpëtoi nga vdekja. Gazetari dhe ish-banori i Big Brother Albania, Elton Tozaj, ka ndarë për herë të parë një rrëfim tronditës në një emision ku foli hapur për një nga traumat më të mëdha të jetës së tij. Në praninë e nënës, moderatores dhe kamerave, Tozaj rrëfeu se kur ishte fëmijë, ka qenë viktimë e një abuzimi seksual për 7 vite me radhë, nga një person i njohur në lagje, me të cilin banoni në të njëjtin palla. Jashtë mureve të shtëpisë nuk kam qenë kurrë vërtet i lumtur, tha ai. Ka qenë një abuzim i vazhdueshëm, psikologjik dhe fizik, nga një njeri që e njihja, një komshi vetëm 2 kate mbi ne. Ai tregoi se për shumë vite ka jetuar me ndjesinë e fajit, frikës dhe turpit, pa guxuar t'ia tregonte askujt. Rrëfimi u bë edhe më emocional ku foli për mbështetjen e nënës së tij, e cila, sipas tij, ka qenë e vetmja që e ka ndihmuar të mos i jap fund jetës. Nëna ime është arsyeja pse jam ende gjallë. Edhe kur kam qenë në momentet më të errta, ajo ka qenë aty, tha ai me emocione të forta. Tozaj pranoi se pas kësaj traume, për shumë vite ka rënë në varësi të alkoolit dhe substancave narkotike, duke e parë si një mënyrë për të gjetur qetësi. E gjitha u përkeqësua pas vdekjes së babait të tij, 4 vite më parë, ku shpërtheu emocionalisht dhe nisi të fliste hapur për atë që kishte kaluar. Kam menduar shumë herë t'i jap fund jetës. Ndihesha i humbur, i shkatëruar. Por sot jam këtu për të folur, për të treguar se askush nuk është vetëm, shtoi ai. Nëna e tij, zonja Ermira, e pranishme në studio, pranoi se kishte ndjerë se diçka nuk shkonte me të birin, por e kishte zbuluar të vërtetën shumë vonë. Ai ishte gjithmonë fëmijë i dashur dhe i ëmbël, por ndjesia e një dhimbje të fshehtë ka qenë gjithmonë aty, tha ajo me lot në sy. Ky rrëfim prekës synon të jap forcë dhe zë të gjithë atyre që kanë kaluar trauma të ngjashme, duke theksuar rëndësinë e mbështetjes familjare dhe shërimit përmes të folurit hapur.